Mbrëma të gjithëve, po I thosha miqve në tavolinë që nga videoja e parë progresi duket se në takimin e parë kishte vetëm shishe ujë dhe ishte ditë, kurse sot errësira mbulon shumë shka që ka nëpër tryeza që tregon që komuniteti I inovacionit arrin t'ja dalë jo vetëm me sukses teknologjik, por edhe me sukses financiar dhe për këtë unë ju përgëzoj. Stefan Zweig shkruan se natën kur filluan trazirat në Paris, Luigi XVI po flinte, pavarësisht se e kishin sinjalizuar në mënyrë të përsëritur për gjendjen. Dhe në mëngjes, një nga dukët afër Versailles vendos që të hyj vetë dhe ta zgjojë Lart Madrin për t'i thënë mbretit për gjumur se protestuesit e kishin marrë asamblen kombëtare. Reagoi Luigi XVI, atëherë pas ka revolt. Jo, Lart Madri ja kthen duka, ka revolucion. Dhe ishte revolucioni francez që formsoi politikisht, sociologjikisht dhe padyshim ekonomikisht botën moderne. Dhe besoj se zhvillimet në teknologji dhe veçanërisht në teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit janë musi një revolucion po aq formsues dhe transformues për shoqërinë tonë. Dhe shtetet dhe qeveritë që nuk e kuptojnë këtë, apo shoqëritë që nuk arrin të adoptohen, janë destinuar të përfundojnë pak a shumë si ai mbretit për gjumur, të humbasin kokën dhe drejt peshimin. Dhe pikërisht sepse na rikujton dhe na vë mund zëmër të këtij revolucioni tashmë në ndodhje sipër që po transformon botën jo më me vite, po me sekonda, ky aktivitet ka një rëndësi fort posaçme. Dhe puna e bërë nga Albanian ICT Awards përbën një investim vetvete në brendinë e këtij revolucioni për t'i folur të ardhmes me kurajo aty ku të tjerët shohin thjesht dhe vetëm tashmen, dhe për t'u drejtuar të gjitha hapësirës shqiptare duke I rikujtuar se inovacioni është një vlerë themelore e një kohe tërësisht të re të komunikimit dhe se në fakt bota është vetëm një fshat global. Përmenda fjalën rikujtohej sepse kur hyra këtu dhe bashkë me tjerët duar trokitëm ata që u ngritën në këmbë, shpresoj që vitin e ardhshëm ta organizoni që kur ata ngrihen në këmbë dhe drita të shkojnë tek ata, se nuk I pa njeri nga kamera po as nga ne, më kujtua Dritan Hoxha, I cili besoj është mishërimi më I shkëlqyer në jetën tonë, kështu siç po jetojmë në hapësirën shqiptare, I asaj që tha folsi që hapi këtë ceremoni, se inovatorët e mëdhenj lindin dhe rriten nëpër garazhe, duke referuar sigurisht Steve Jobsit, por jo vetëm kaq, se Shqipëria, Kosova dhe hapësira shqiptare nuk janë as pak të dizavantazhuara nga çdo hapësirë tjetër kur vjen fjala tek inovacioni. Dhe do kishte qenë jashtëzakonisht mrekullueshme që Dritan Hoxha ishte këtu me ne për të parë se si pas gurit themelit që ai vuri, aty ku askush nuk imagjinonte se mund të kishte një themel, tani vit pas viti
janë të tjerë që në fusha të ndryshme brenda botës teknologjisë informacionit po krijojnë produkte të reja. Dhe pse jo nuk është as pak utopi që të besosh se ndër këta të tjerë produkte po aq impresionuese sa që ishte produkti digital i Brithan Hoxhës do të lindin në hapësirën shqiptare dhe do të bëjnë një honë edhe për te hapësirës shqiptare. Unë dua t'i përgëzoj sinqerisht iniciatorët dhe realizuesit e kësaj nisme, sepse dëshmojnë që një Shqipëri tjetër, dhe tek Shqipëria tjetër s'kam parasysh vetëm Shqipërinë këtu ku jemi mbledhur sot, po dhe Shqipërinë matan, siç e quan drejtorova Golli Kosovën, tani më ka lindur dhe rritet e bashkuar në rrjetin e mirënjohur ndërkombëtar të çmimeve në teknologjinë e komunikimit dhe informacionit që organizohen edhe këtu njësoj që organizohen në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara. Dhe për të mos u zgjatur më tutje, duke referuar pikërisht çmimeve të kësaj natyre që sollën zë të lartë në median amerikane vitin e kaluar, do kujtoja çmimin që u dha një gruaje nga Ruanda për kontributin e posaçëm në përdorimin e teknologjisë nga gratë dhe mbështetjen e dhënë grave për karrierë në fushën e teknologjisë dhe sipërmarrjes në komunikim. E pra, është një shembull jashtëzakonisht domethënës që provon për kush e di se sa të herë edhe një herë tjetër se në këtë hapësirë ka një mundësi reale dhe të barabartë për gjithëkënd, pavarësisht se ku lind, pavarësisht se ku rritet, mjafton që të vendoset në kontakt me rrjetin magjik të botës virtuale. Dhe është detyra jonë që ta vendosim shtetin dhe qytetarin në kontakt me këtë rrjet magjik, ashtu si kundër me falenderimin dhe mirënjohjen që më ftua dhe pa dashur t'ju marr më shumë kohë, duhet t'ju përcjell një propozim insistues të skuadrës tonë që brenda qeverisë merret me problemet e inovacionit, për të shtuar dhe një çmim tjetër përtej 5 çmime më duket që jepen në këtë ngjarje të përvitshme nga Albanian ICT Awards, një çmim të kryeministrisë për gruan e vitit në inovacion. Aty në përerësirë nuk pash asnjë siluet gruaje kur u quan inovatorët, por kjo nuk do të thotë që të vëmë një çmim për gruan e vitit dhe gjithë çmimet e tjera të marrin djemt dhe burrat, kuptohet? Madje do ishte kënaqësi që ne ta rishikonim vendimin nëse do vinte dita që të 5 çmimet i merrnin gratë dhe pastaj të bënin çmimin burri i vitit inovacion. Faleminderit shumë. Ti shalom me vajzë. Ai nuk e di se ma lat mua yllin në ngritje, por me sa duket si yll në rënje që jam. Më takon mua që t'ja kaloj yllin në ngritje kupën dhe është Evis Hoxha. I shpreh gjithë kënaqësinë time Evisit. E di që kush më shef tani thotë herën tjetër me djalë, po unë për momentin jam shumë i lumtur me vajzë. Suksese dhe shumë krenari dhe